paqëruese ka një kontribut të veçantë pasi ndikon në vendosjen e paqes në vende të ndryshme të botës, ka deklaruar ndër të tjerë zëvendësi ministri i mbrojtjes Sajran Starova në ceremoninë e përcjelljes së kontingjentit të shtatë për misionin paqërues për në Herat në Afganistan. Pjesëmarrja e Shqipërisë tashmë shumë vjeçare në misione paqëruese së jashtvendit është një detyrë lartë fisnike në shërbim të paqes dhe sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare. Këta misione të vështirë ushtarakët tanë i kanë përballuar me shumë sukses, duke shpalosur vlerat e tyre profesioniste ushtarake, por edhe vlerat larta morale, tradicionale të shqiptarëve. Ndërkohë, shefi i shtapit të forcave të armatosur të KMSOR-së, Albert Boraj, ka theksuar se pavarësisht se operacionet paqëruese kanë qenë të vështira, por janë përballuar me sukses. Misionet tuaja kanë qenë të vështira, por ato janë përballuar me sukses dhe me dinjitet nga ushtarakët tanë. Në këto lloj angazhimi, personeli i forcës sokësore ka fituar një përvojë disa vjeçare. Pjesëtarët e forcave të armatosura, të cilët janë pjesë e kontingjentit të shtatë paqërues, deklaruan se ndjehen krenarë dhe theksuan se do japin kontributin në vendosjen e paqes në Afganistan. Ky mision është një mision i cili kryhet në bashkë me misionet e tjera që forcat armatosore kryejnë në Afganistan. Kontingjenti jonë që mbajnë numrin 7, kontingjentin në Afganistan, niset pas një përgatitje intensive 3 mujore me programe dhe tematike që kanë të bëjnë kryesisht me operacionet e mbështetjes së paqes. Mendoj që do jetë një sukses edhe për këtë mision, por të çuar me të traditën e mirë të krijuar. Kontingjenti i shtatë paqërues është pjesë efektive të batalionit të Vaudesit dhe në përbërjen e tij 112 trupa, të cilat do vazhdojnë të kryejnë misionin në komandën e forcave të armatosura italiane në Afganistan. Pjesëtarët e kontingjentit të shtatë në ceremoninë e përcjelljes janë përshëndetur dhe nga familjarët e tyre. Ky është numri më i madh i trupave të armatosura që janë dërguar nga batalioni i Vaudesit.